Sëmundja murtajës të imtave, e cila shkaktoi një periudhë izolimi të bagëtive nga qershori deri në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, ka lënë disi në hije procesin e matrikullimit të tyre. Megjithatë, fermerët që veprojnë në tregun e bagëtisë së fushës së Shtojit shprehen se pavarësisht situatës së rëndë të krijuar nga murtaja, nuk e kanë nënvlerësuar këtë proces të rëndësishëm. Ata kujtojnë se janë veterinerët të angazhuar në njësitë administrative, ata që e kanë për detyrë të kryejnë matrikullimin falas pasi ky shërbim mbulohet nga shteti. Vjen grupi punë, çdo shtëpi 5 cop, 500 cop, 30 cop, i matrikullon, i rregullon, edhe janë ato në rregull. Mirë është me i vaksinuar, që ka 10, që ka 20, që ka 30, që i ka në mashtrim, si thëmë na, që shkojnë të ushtue. Ta shkanë fillu të i pako se shqit puna vetë, shqit tregu vetë, shqit tregu në këto. Unë për veti 5 kokë tim të që kam, mos më ka kërku kush lek. Unë aq kam mundësi me bojt, aq boj. Sa për kushtet familjaret më rëndësishme. Matrikullimi i bagëtive, përveç identifikimit të tyre me një numër unik, është tepër i rëndësishëm për vaksinimin, kontrollin e gjendjes shëndetësore, pra ndalimin e përhapjes së sëmundjeve dhe rritjen e sigurisë ushqimore për mishin, qumshtin dhe produktet e tjera. Gjithashtu ai mundson përfitimin e subvencioneve dhe mbështetje të tjera financiare për fermerët.